Dhe më rezulton që këtu ka ardhur ish kryetari i bashkisë dhe ka premtuar dhe ka thënë shprehimisht. Ka një projekt, janë lekët gati, do filloj puna. Ata ndjekim mirë, e ndjekim edhe rikthehemi. Rruga është zgjidhja këtu ke ju dhe zhvillimi të ju është rruga. Duhet sjellim rrugën këtu me se s'bën. Dhe kemi ndarë me një. Unë po, nuk e di ju. Dhe shofi me 14. Nëse me 14, ju do në jep një votën shumicë, të filloj procedura prokurimit një muaj mbrapa. Tani ne nuk kemi armë rreth. Nuk kam arsye pse të rrej një gjë që është shumë madhore. Por në fakt që ju shërben 3 njësi administrative, fillon nga Miq Mamzi e Nësëroj, dhe lidh 3 njësit Arni që i bi me shkurt pasaj tej, po njësia juaj, po me rrugë, po dhe Kolçi si njësi, që ka 6 fshatra, rresht. Pra kjo rrugë ju shërben jo vetëm banorë, zonës, por natyrisht, atëherës mas rrugës vinë dhe investimet. Kemi qenë prezent kur na kanë premtuar, jo një herë, po disa herë. Pra projekti ka qenë. Ka qenë edhe është projekti, por financimin nuk e di çfarë pengesash gjen dhe ose e nxjerrin një herë këtë, pastaj e marrin e çojnë për turizëm, për nevojat vetjake që ku dim ne kush do të bëj një investim në bjeshkët e larta. Misioni i fondit të Abu Dhabit për të ardhur dhe për diskutuar 6 projekte, një prej cilave është projekti Shishtaveci, që unë do të ndaj dhe me pandin më pas, se si do në shkojnë rezultatet. Ajo po bëhet për një investitor që do të bëjë një turizëm atje lartë, ndërsa banorët të ngrohemi ndjell, siç ka thënë taj filmi shqiptar. Po mirë ku ngrohesh ndjell, po kur bie shi që bëhet e pakalueshme? Pra. Ç'a do bëni? Ç'a do bëm? Emisionit, përveç lajmeve, përveç protestave, ç'a keni ndërmend të bëni si banor? Ne besoj do presim edhe shumë pak kohë deri në mbledhjen e që do bëj bashkia, Këshilli Bashkiak, siç e kemi, se jemi goxha të bashkuar për këtë. Po, ju kam parë bashkë atje në atë protestat. Dhe do presim çfarë do vendoset tek mbledhja e Këshillit dhe miratimi i buxhetit të 2026-s, dhe nëse nuk merr rrugë drejtimi për të asfaltuar këtë rrugë, domethënë për këto banor që kanë vujt mbi 30 vite, demokraci pe themi se kanë vujt edhe shumë më përpara. Ne do marrim iniciativa edhe ndoshta të jashtëligjshme që do ndalojmë kalamajt mos i çojmë shkolla në formë proteste, do shkojmë, do bllokojmë rrugë, do shkojmë, do bllokojmë bashkinë për këtë të jenë në dieni. Kaq, ne nuk kemi asgjë tjetër në dorë. E kuptoj. Tani dikush po na ndjek thot vetja dha atë votën. Çfarë përgjigje do jepje? Jo, se kena dhënë. E kena dhënë vetë, atim ke Jo, se kena dhënë. Nëse pa lëm të pjesë, e di që e keni të vështirë, por a keni njerëz në Këshillin Bashkiak brenda që ju duan, ju mbështesin? Besoj shumë që do gjejmë mbështetje te ky Këshilli Bashkiak. Te ky Këshilli tanishëm. Te ky Këshilli. Te këto mbledhje që do bëhen. Pra ka njerëz dashamirë që duan këtë zonën tuaj. Besojmë shumë që do marrim një përgjigje të mirë.